Kam një të ftuar që pjesën më të madhe tuaj do ta kthej pas në fëmijëri. Pasi ka dubluar shumë zëra të personazheve vizatimor, ku mua për vete më kujton Perandorin Kusko, juve mund t'ju kujtoj disa personazhe të tjera, por pa humbur kohë, po ju a prezantoj se kë kam të ftuar sot. Me mua Lorenci. Lorencia. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam në studio. Shumë faleminderit. Me këmbë të mbar, si i thonë. Me të djathtë hyra unë, po me të djathtë hyra. A e mban mend momentin kur i the vetes, dua të bëhem aktor? E mbaj se s'kam dashur të bëhem aktor. S'ke dashur të bësh aktor? Prandaj dëshir të bësh? Në prezin tonë si gjithë fëmijët atëre, kam dashur të merrem me futbollin. Të merresh me futbollin? Po si fëmijë vetëm që jam, nëna ime nuk më la. Do më vritet djali, do më bë. Unë Dajën e kam balet maestër. E kuptoj. Dhe Daja më shtyu. Të shtyu që ti futesh e botës së aktrimit. Botës së aktrimit. Te pallati i pionierëve që ti nuk e ke idenë se çka qen, po e them. Aty e kam filluar kurset e mia të aktrimit. Derisa jemi këtu ku jam sot. Deri këtu ku je sot. Po nëse do kthesh pas në kohë, do të kishe vazhduar futbollin apo do të kishe vazhduar aktrimin, të cilin je këtu ku je sot? Ja, sigurisht aktrimin. Unë nuk bëj pishman të gjërat që bëj. Do me thënë Daja, e pas ka rregull. Po, kam një logjik, nuk bëhem pishman sepse kohën s'mund ta kthesh më pas, kështu që vazhdo atë që ke nisur. Si lindi kjo dëshira e aktrimit, do me thënë? Pas asaj periudhës që ty të shtyu Daja, vazhdove përpara vet apo ishte gjithmonë ajo shtysa nga të tjerët? Jo, ajo është si thua shkëndija e parë. Shkëndija e parë. Pastaj vazhdove vet, nuk ishte më. Vazhdova vet, konkurova në Akademinë e Arteve. Kam dali 4. Ke dali 4. Atëherë kishte goxha konkurrencë, tani për fat keq nuk është më ajo situatë. Atëherë konkuronin rreth 120 veta dhe fitonin 10. Atëherë kam dali 4, kam pasur pedagog të madhin Bisha Asko që nuk është më ndroi jetë para pak kohësh. Dhe jam shumë i njohës atij për atë që më ka dhënë. Dhe pastaj, sepse ai kishte një logjik, nuk të bën shkolla aktor, thoshte. Shkolla të jep direktivat. Të jep ato hapat e parë. Të jep bazat. Pastaj je ti ai që duhet vazhdosh përpara. Varet nga hapësirat që të jepen, nga mundësitë që të jepen. Po unë pas marrimit të shkollës jam futur regjistë televizive. Kam rreth 22 vite që bëj regji televizive. 22 vite. 22 vite me regjin televizive. Sepse në kohën që unë mbarova shkollën, televizionet ishte koha e televizionit që gëlonin televizionet. Në cilën periudhë bëhet fjalë? Cilin vit? 99. Pra në vitin 99. 99-2000. 99-2000. Kjo ka qenë periudha. 22 vite në televizion, aktualisht jam po bëj rreth 15 vjet në televizionin Top Channel, aty jam regjisor, kurse me aktrimin pastaj është me projekte. Është me projekte. Puna vin projekte për filma, dublimet sigurisht. Që i dim të gjithë. Ka rënë goxha ritmi, po. Atëherë duke bërë lidhjen tek periudha 99-2000, më the, ishte e vështirë në këto vite? Po, e vështirë ishte. Cilat janë vështirësitë më të mëdha që ke hasur në këtë periudhë? Ishte e vështirë sepse unë shkollën për regji nuk mbarova shkollë për regji. Unë si thuash me thonjza se e them, është çik fjalë rënd, po unë e vodha profesionin. Ti e vodhe profesionin. Unë e vodha profesionin. Kanë qenë dy nga më të mëdhenj që kemi pasur në drejtor fotografie, ka qenë Stefan Gajo edhe Bujar Kokonozi. Ata të dy më kanë mësuar regjin televizive. Mbas shumë kohësh që unë ndejta sidomos me Stefanin në fillim, pastaj edhe me profesor Bujarin. Profesor Stefanin kur ulëm në kafe pas shumë kohësh që po më kisha ulur në pul, kisha vazhduar të bëja emisionet vet. Edhe është ajo si nxënësi para profesorit. Ishim në kafe, të them një fjalë ta, a ishte serioz. Je një hajdut, më tha. Dhe ti ngelen atë moment. Që hajdut i përfa? Ja, hajdut në profesion, ta bravo të qoftë. Unë profesion e regjisë e kam, në thonjë të thash, e ke që ta thuash, po e kam vjedhur dhe e kam përvetësuar, e kam përmirësuar, dhe pas e kam mesur vetë.
Dhe me këtë parim ece, hajdut profesioni. Hajdut profesioni. Po edhe në shkollë të lartë, ne i kemi vjedhur shumë gjëra profesorë. Se profesori nuk t'jep gjithçka, duhet të ta gërmosh. Duhet ta gërmosh, dhe duhet të jesh ti ai që ta kërkosh atë gjë. Më jepni 1 t'ju jap 10. Ky është një mesazh edhe për moshat më të reja, besoj. Po sigurisht. Tani sepse brezat e rinë kanë këtë që nuk i kushtojnë shumë rëndësinë, presin që shumicën e gjërave t'i gjejnë gati. Kjo është për të ardhur keq, kur shoh brezin e ri që i ofrohet një gjë, si ofrohet një gjë që si ka. Duan është vërtet, duan ta gjejnë gati. Asgjë nuk gjehet gati, harroje. Duhet të punosh fort, sakrifikosh fort shumë. Dhe ti përkushtohesh asaj gjëje. Të paktën unë jam i lumtur që të paktën minimumi ulem në kafe. Sa herë që më dëgjojnë zërin, kthejnë kokën. Më kanë ardhur të dhënë kafe. Më fal, ti je ai që ke bërë. Se te kjo pjesë doja të ndaloja pak më vonë. Në këtë pjesë ndihem shumë mirë që më njohin. Të njohin direkt nga zëri. Pastaj kam bërë dhe dalje. Me cilin personazh të identifikojnë më shumë te nga zëri? Me Perandorin Kusko. Me Perandorin. Kusko. Ti s'bën ti jo një herë. Po unë bëj. Poti, bën. Pastaj është Patogu Donald, është Daffy Duck, është ke Madagaskari është lemuri. Maurice, ai është një personazh fantastik. Janë shumë personazhe, unë tani nuk i mbaj mend të gjithë se çfarë kanë bërë. Ai shumë personazhe. Shumë janë. Nuk vetëm kur mi kujtojnë të tjerët, po ti ke bërë dhe këtë. Jo, po ke bërë dhe këtë. Po e pas kam bërë. Kur? Edhe ato janë goxha, janë mbi 15 vite dublim. Cili ka qenë, le të themi, roli yt i parë që fillove në pjesën e dublimit? Po, e mbaj mend. Roli im i parë ka qenë tek filmi Kurrizoj Notre Dameit. Janë ato 3 statujat. Njërën nga ato statujat, tani nuk e mbaj mend fikse. Se cila prej tyre, po njëra nga ato. Roli i parë ai ka qenë. Njëra nga ato statujat ke Notre Dame. Cili rol të ka sjell atë kënaqësi më të madhe profesionale? Që e ndjerë vërtet i kënaqur për atë rol, që edhe e ke bërë me shef, le të themi. Si është kjo pyetje? Kur pyet një baba që ka ja 5-6 fëmijë, do këtë më shumë. Ta them dot. Se thua dot. Sigurisht kam ato të preferuarat e mi, të thash, është Perandori Kusko, është Patogu Donald, Daffy Duck, janë personazhe që mua si karakter më ngjisin. Janë sagazmor, por edhe që ty të ngjisin. Po më ngjisin për shembull, po marr rastin e Perandorit Kusko. Ai në vetvete, po ta analizosh si personazh, Perandori Kusko vuan është ai që vuan më shumë aty në atë mes. Domethënë nga njeriu kthyen lama peripecia, ai vuan me veten e vet. Pavarësisht se ne marrim në mënyrë për të qeshur. Shikon atje, dëgjon dublimin e zërit tim, jo. Ai është personazh që vuan. Pra i ka të dy anët e medaljes. Është personazh që vuan, por është edhe merita jote që ti e afron atë zërin, le të themi, me fëmijët që të ndjekin, apo jo? Shikoj, gjithmonë unë përpiqem t'i shkoj originalit që e ka bërë. Sepse ai që e ka bërë e ka menduar. Edhe ai që e ka krijuar, dhe ai që e ka dubluar, e ka menduar që këtij lloj personazhi i ri ky zë. Dhe unë gjithmonë përpiqem t'i shkoj sa më afër. Që të përputhet imazhi me zërin. Sigurisht pastaj kam bërë edhe ato fantazitë e mia në shumë personazhe të tjerë që edhe e kam ndryshuar, e kam bërë, por në përgjithësi në 90% rasteve jam afruar shumë personazhit siç ka qenë zëri. Siç ka qenë. Dhe besoj jam dal, përderisa jam i dashur tek njerëzit. Përderisa ndiqesh nga të gjithë dhe ta njohin zërin pa të parë fytyrën fare. Do thash, në momentin që flas ka një kthim koke. Që ku e kam dëgjuar këtë zërin? Po, dhe unë të jam tavolinë, prit kur të më vinë tavolinë tash. Ti je mësuar domethënë. Jo, jam mësuar. Kënaqësi, mund të thosh. Nuk është hera e parë. Nuk ka fëmia me mamin, e mori mamin për dorë se i vinte zor. Më fal se ajo se po i thash, un jam. Kush tha? Çfarë tha mia? Ky është ai. Ky është ai që bën atë zërin. Erdhi fëmia më në qafë. Vetëm ka zërin. Mami jo, vetëm fëmia. Cili ka qenë personazhi më i vështirë që ke dubluar? Sa i bukur është Daffy Duck. Është Daffy Duck. Daffy është si personazh që dublohet kështu. Pra ka vështirësinë e vet. Ka vështirësi. Ka është domethënë ai kur flet e bështyn gërmën dhe fjalën.
Pra ti flet duke përshtyr. Pra unë flet kështu, siç po flet, s'është kështu është. Është e lodhshme. Është goxha e lodhshme. Është e lodhshme sepse shiko, unë kam edhe një veti e imja, është ma ka sjell profesioni, ma ka sjell jeta që unë luaj shumë me regjistrat e zërit. Këtë gjën e ke përvetësuar rol pas roli. Rol pas roli dhe kam një të mirë që nuk e kam dëmtuar kur. Për këtë pjesë doja të aktor që e kam dëmtuar. E ke rikuperojnë me kalimin e kohës. Kur nuk kam dëmtuar zërin në përdublime. Se kam bërë dhe këtë. Sidomos edhe Dafi që është një ndër personazhet më të vështira, siç e thënë. Dafi është shumë i vështirë. Edhe Patogu Donald është i vështirë. Sepse kanë nuk janë personazh linear. Ka një grafik që janë të frikshëm. Po nga gjithë këto personazhe që ti ke bërë, cili prej tyre të ngjan më shumë me veten në jetën reale? Në fëmijë kam qenë në thonjë një harrakat, si Dafi apo si Donaldi. Ke qenë pak fëmijë lëvizshëm, le të themi. 2 gur bashkë. Shumë. Për këtë gjë duhet të pyesim prindrit e tua. Dhe prindrit e mi, se tani nuk jetojnë më të dy, kanë hequr në thonjza me mua. Me zi më mblidhin në shtëpi. Kam qenë fëmijë goxha shumë i lëvizshëm. Shumë i lëvizshëm. Po, më ka bërë mirë ajo lëvizja se ja ku jam sot. Nga njerë të bëjnë mirë këto, kur kalon një fëmijë të zhurmshme, fillon mblidhesh pastaj edhe. Edhe i ke hequr qëna të mosh këto. Po, tashti bëjmë budalliqe edhe në këtë moshë. Po, pjesën më të madhe e ke hequr. Po, shkojmë gjysmë shekull avash. Nuk jemi. Unë jam ai sa ndihem. Sa ndihesh ti? Gjysmën e asaj që kam, nga 22-23. Ti është 22-23. Cila ka qenë situata më interesante ose më përqeshur gjatë dublimeve që ke qenë duke bërë? Ka shumë, po... Nëse mund të na tregosh 2-3 që të vinë në mendje tani? Jo, është njëra, nuk e di, në ti ke dëgjuar për South Parku, që është dubluar South Parku, po South Parku është me pull të kuqe. Ai ka qenë filmi që ne më shumë kemi qeshur se sa kemi dubluar. Është një nga filmat që unë dhe këtë shans ma ka dhënë kur dublonim ke 2 aja, ma ka dhënë shefi atje pronari që ishte Tani, me atë e kam konsultuar atëre me Tanin, erdhi filmi, u përkthye dhe na erdhi përkthimi. Edhe më thret Tani thotë ta dublosh këtë film. Po, më thash, po unë se kam qenë dhe regjisor dublimi. Përveç se dublus, kam marr filmin se merrni filmat, vinin pufjet që të ndanin personazhe si qyshtek. Dëgjojën aty, ai ishte pip, të gjitha me pip. Ai shumë kishte folur. O ti qelbësir, o ti po... Tani hadi këtu, thash. Qa janë këto? Jo, s'bëhet kjo kështu, si s'bëhet, t'i qish. Thash, kjo bëhet si që është originali, dhe ma lërë mua ta përshtas, o nuk bëhet. Ose nuk bëhet fare. Ma dha okej. Dhe si përfundim, e latë si që është originali. Më keq akoma. E pasurua me fjalorin ton të pa... Me librin ton minus 18, e pasurua. Kështu që ai më ka mbetur në mendje si një nga filmat që jemi argëtuar shumë, kemi qeshur shumë, po ka dalë për te pjesës që ka fjalorin e pisët dhe banal. Jemi kënaq goxha. Jemi kënaq shumë me atë film. Edhe personazhet vet janë fantastik. Janë fantastik. Nuk di. Deshëm të vazhdojmë më tej, pastaj nuk. Pse nuk vazhdoj më tej? Se di. Biles ka qenë e bukur atëherë kur do transmetoj në digital, u bë gati. Edhe i them atyre që do transmetonin, një nga ato vajzat e programacionit. Tu them tash më lajmëro kur do transmetohet, do ta shoh. Edhe më mbera ishte ora 10 e mëngjesit. Thotë, "Lën çfarë bëre mirë?" them, tha, "E ke do transmetohet tha South Parku dhe sot janë 12 të natës tash." Të natës. Jo, tha, të drekës, si të drekës më. E ke dëgjuar atë filmin? Po më filmi zatimor. Dëgjoj më vizatimor tash, di ti ç'është ai? Më mori mas gjysore. E zeza. Pasi e kishte ndryshuar. E ndryshuan orarin pastaj. Ka, po në 12 të drekës. Ishte 12 të natës edhe me minus 16. Ç'është ky film vizatimor kështu? Kjo ka qenë historia e South Parkut dhe është histori shumë e bukur. Pastaj ka filma të tjerë
Shumë të bukur se ne kemi dubluar edhe artistikun për shembull. Filluam një periudhë kohë dublonim dhe artistikun. I vetëm në shtëpi për shembull, i kemi dubluar të gjithë. Unë i vetëm në shtëpi kam bërë. Cilin rol bëret tek i vetëm në shtëpi? Kevin. Kevin? Nuk më kujtohet që kam bërë Kevin në shtëpi. Jo, Kevin duket. Sepse në fakt janë disa seri të filmit. Bëja edhe filmin e vegjël. Zëri im shkon edhe ke fëmijët e vegjël që nuk kuptoj. Isha apo si shoh? Në të njëjtin film le të themi ke bërë 2 role, po, ke arritur që ta ndryshosh, zërin. Nuk është kuptuar fare. Sigurisht duhet të jenë për shembull njërin e bën fillim të filmit, tjetrin të ketë distancë, po dialoguan të dy me mua, Ç'është kjo? Për këtë do flasësh më parë. Me këtë do dialogosh me veten. Do dialogosh me veten. Ti të je edhe regjisor. Si je ti si regjisor? Je i ftohtë apo e mban akoma atë qëndrimin person fani pozitiv? Është kjo e dyta. Unë jam shumë i mirëkuptueshëm me kolegët e mi, sigurisht ka një vit kuqe që nuk duhet kaluar. Që ta jetaj mesi art, le të themi. Ndodh shumë rrallë që të kalohet e vija e kuqe, sepse unë i trajtoj të gjithë njësoj, domethënë unë jam me parimin që çdo punë bëhet në bashkëpunim. Unë nuk jam me parimin që jam regjisori tash dhe do bëhet çfarë them unë. Jo. Puna është në grup. Dhe mua prandaj më duan të gjithë. Po të pyesësh çfarë tipi është Lenci si në punë, thon ngren duart lart. Në momentin që dëgjohet që Lenci bërtet ngre zërin, Gritizërin si ka mundësi, lërse që nga situata keqe. Pra, unë jam tipi tillë, jam shumë pozitiv me rrethin e kolegëve të mi. Që vërtet i quajt gjithë bashkëpunëtorë, unë nuk bëj ndarje. Sigurisht, regjizori ka atë vendin e vet që i dëgjohet llafi më shumë, po nuk pati bashkëpunim, po nuk pati mirëkuptim, nuk bëhet. Edhe puna nuk ecën. Po s'ka, po marr një shembull. Filloi emisionin, unë nuk flas me 2 nga kameramanët se jam zi. S'do të më hapi planin ai. Nuk s'do rri. Edhe xhirimi mbetet për gjysmë. Po jo më pas të del puna, nuk të del puna siç duhet. Kështu që zënkat dhe mërit në punë të paktën në punën tonë nuk kanë vend sepse reflektohet në ekran e gjitha. Kjo është e padiskutueshme. A ke patur ndonjë personazh që ke refuzuar ta dublosh? Jo. Asnjë personazh? Aktori është ai që duhet i bëj të gjitha. Duhet përshtatet me rolin. Çdo ofertë që t'i vi, sigurisht ka pasur edhe oferta, po flasim tani jashtë dublimeve. Ka pasur ndjes, ka pasur edhe oferta, më kanë ardhur skenare filmash që nuk më kanë ngjitur. Dhe nuk ke pranuar për një bashkëpunim. Sa herë që më vjen një propozim për një personazh, kërkoj skenarin. Më jep të 2 skenarin. Mua po nuk më gjiti skenari, personazhi tjetë perl. Ka pasur raste që kam refuzuar. Me shumë mirësjellje, me shumë gentilesë. Cili ka qenë një nga këto raste që e ke refuzuar? Nuk mund ta thuash. Jo, sepse shiko, çdo punë është shumë e mirë, është mestatare, është e keqe, por mua është punë dhe duhet vlerësuar. Pastaj, ai që shkon e shikon, japi vlerësimin, është e mirë, e keqe, po si punë duhet vlerësuar, ka punuar, është munduar, kaq ka dhënë, okay, po ama është munduar. Po unë përpiqem të përzgjedh. Është një fazë, një moment që përzgjedh. Shkon ke ajo që është më e mira. Nga këto që ke përzgjedhur dhe ke patur bashkëpunime le të themi të suksesshme, cila ka qenë prej tyre? Që ti e ke bërë me qejf edhe rolin, por ke patur dhe fitime të mira monetare. Te kjo monetarja, hajtë se flasim ne po. Okej, jemi tek pjesa e parë. Bashkëpunimet të mira unë i kam me Drilon Hoxhën. Me Drilon Hoxhën. Në cilin film të Drilonit? Të 3, Ego, Guxim, edhe Ego 2 që mbaruam xhirimet tash, del së shpejti. Kam 3 bashkëpunime me Drilonin që janë për mua bashkëpunime të mira. Personazhi më i mirë. Personazhi më i mirë që unë kam marrë vlerësime shumë të mira, po edhe që jam ndier vetë mirë, është ke Guximi. Është një personazh që kam punuar me shumë qejf edhe ka dalë vërtet një personazh i mirë, po në bashkëpunim në të gjitha gjërat Driloni është
shumë korrekt, është shumë profesional, është rritur shumë profesionalisht, dhe bravo i qoftë për këtë, dhe është një djalë shumë i thjesht, që dëgjon çfarë i thua, merr vërejtjet, diskuton, nuk është, është kjo tashti, jo, është bashkëpunues, është si tipi im, unë jam bashkëpunues, unë kërkoj, marr një mendim, dhe vërtet me filmat e Drilonit jam ndier shumë mirë. Je ndier shumë mirë vetëm në aspektin e personazhit apo dhe pjesa e dytë që e lam pak pa përmendur tek anën financiare, po kur thash anën financiare e shohim, nuk janë të gjithë që e mbajnë aty ku duhet. Aktori duhet vlerësuar. Ktu është shumë e vështirë. Unë i kuptoj të gjithë vështirësitë, edhe të aktorëve, edhe të producentëve, por jam me parimin gjithmonë kur unë ulem me miqtë e mi, me shokët e mi, me kolegët e mi, them, nëse nuk ke X buxhet për një film, më mirë mos e nis se do çedosh. Dhe po çedove, pastaj vërtet. Shkoj të shohin kinema, do ta shohësh ti, do thuash, do të thotë këta e pe atë filmin, ama e pash po. Po the ti ashtu, sa një tjetër, për çaj hyre kot. Hiku. Në momentin që futesh në kinema, del me një shije të mirë, ajo pastaj është okay. Është okay. Si mendon që ka ndryshuar industria e filmit nga vitet kur ti ke filluar në këtë rrugë deri në ditët e sotme? Ka ndryshuar për mirë apo për keq, le të themi? Për keq nuk mund të them. Gjithmonë ka të mirat e veta. Ka filluar të rritet, ka filluar të kenë dëshirë njerëzit për këtë punë. E keqja e kësaj është tek e para është ke fondet. Nuk ka fonde të mjaftueshme. Po të them që s'ka fare fonde. Nga kinematografia jon këtu. Jam i sigurt dhe i bindur që të gjithë që bëjnë filma i bëjnë me forcat e veta. Se qysh, se tek, bravo i qoftë. Po buxhetet janë qesharake që jepen nga shtëpia e filmit. Unë se di, nuk kam aplikuar ndonjëherë, po me që më kanë thënë miqtë dhe kolegët e mi, përveç se janë qesharake, janë edhe njofun Kejdin apo një Flencin, hajde se do ta jap ty, po se ç'ka aty brenda, nuk e di se ç'ka aty brenda, është thjesht puna e njohjes, por nuk është investimi sa duhet. Është një ambient që nuk të ngjit. Bravo i qoftë shumë vetave që kanë dëshirë të prodhojnë, sigurisht në të gjithë këtë gamë që ka filluar të prodhohet, ka edhe gjëra që nuk duhet shikohen, kanë dalë dhe gjëra që shkon i shef dhe thua ç'është kjo? Pse duhet bërë? Shumë prej tyre pastaj kanë filluar, nuk marrin profesionistin në film, nuk marrin aktorin, po marrin një kush ka më shumë followera, apo kush është paraqitet më e bukur, kush zi të hapi gojën, apo kur. Domethënë duhet të shkohet drejt profesionalizmit. Jam shumë dakord që ti mund të marrësh një që ta shesi filmin, ta bëj, por me shumë kujdes, sepse i marrin personazhe kryesorë që ta hedh filmin tok. Domethënë unë si profesionist të mvi përballë një amator dhe mos di të hapi gojën. Pra ti duhet ta bësh filmin, por të investosh siç duhet tek ai. Të investosh siç duhet. Dal prap ke Driloni. Të filmat e Drilonit ke një kast aktorësh profesionist. Sigurisht merr. I zgjedh. Absolutisht që do marrësh edhe jashtë fushës artit. Po jep gjëra të vogla fine edhe që del gjë e bukur. Po jo tash. Nëse gjithsecili ka këndvështrimin e vet, ndoshta unë gaboj që flas kaq hapur, po kjo është e vërteta. Kuptoj. Kam një pyetje interesante tani. Po tjetër. Nëse do të dubloje një personazh politikan shqiptar, zërin e kujt personazhi vizatimor do t'i jepje? A kujt do t'i jepja unë atyre? Po ne parlamentin e stradë kemi këta. Merë këtë duash vëre aty t'i bën të gjitha. Shiko, në këtë pjesë e politikës unë i bëj skip gjithmonë, nuk e urrej. Ndoshta bëj mirë, ndoshta bëj keq, po sa herë hapen biseda të tilla, ta dhash përgjigjen, gjithë parlamenti është e stradë, kështu që jepi bëj një film, futi të gjithë aty, pos doli. Tani unë dua që ti të na bësh 2-3 imitime të vogla, dublime të personazheve të ndryshme vizatimore, më të preferuar të tu. Tani ku s'ka njërë do e bësh? Po ku s'kon ta bëra unë ty?
Po duhet ma bësh prapë. Ti e do prap. Unë isha njeriu më i lumtur në botë. Po pse ndryshoj? Edhe skenën pastaj që i sjellin ata që ta bëra dhe që në fillim. Ti s'bën, ti jo një herë. Kjo ishte më e mira që mund të bëje. Andej nuk bëjnë. Ata ande? Qesh një po. Roshat letë lahen brenda lilishen, kokën gjyshin poshtë, byshën lartë ngren. Ky është Rosato. Toku Donald. Donald. Ka qenë një skenë brenda në vask, këngën e kam përshtatur vetë. E ke përshtatur ti Po vetë? lahi. Unë i kam për këngën. Si ta bëra? Siç po më bëri tani. Okej, dhe një personazh të fundit për ta përmbyllur. Këtu, o Moriso! Unë kam një plan. Lemuri ke Madagaskari është Fantastik. Shumë i bukur. Unë e kam përshtatur atë. Shumë bukur dhe më kanë gjitur shumë si personazh, shumë personazh i bukur. Jashtëzakonisht. Shumë personazh, të gjithë personazhet realisht janë të realizuar në mënyrë fantastike. Faleminderit. Të gjithë fëmijët të mbajnë mend vetëm nga zëri, siç e the edhe vetë. Se unë jam familjar, fëmijët e mi janë rritur me zërin tim. Edhe unë jam rritur me zërin tënd dhe shumë prej nesh. Fëmijët e mi janë rritur me zërin tim. Kështu që ata shpesh herë kur ishin të vegjël unë i luaja në shtëpi personazhet me vajzën dhe me djalin. Kështu që kur kanë filluar ta kuptojnë fëmijët që babi është ai që ka zërin tek filmat në studio. Edhe djalim dhe vajza ime kanë dubluar në studio të dy. Janë rritur me këtë rrymë, domethënë. Po asnjëri s'ka. Djali është për futboll, goca do vazhdoj për arkitekturë, si bashkëshortja ime. Asnjëri prej tyre nuk ka vendosur që ta ndjekë këtë pasion. Nuk kam dashur, unë t'ja ushqejure. Më mirë jo. Më mirë jo? Jo, më mirë jo. Jo mua, më mirë jo. Se thash, kur mbarova shkollën ishte periudha e artë që kisha mundësi të futeshin në përpuna dhe unë ju futa televizionit. Kuptoj. Tani është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Më thuaj sa aktor të rinj ti njeh që dalin nga Akademia e Arteve. Shumë pak. Shumë pak pra. Ku shkojnë? Për vit diplomohen në 10-12. Ku shkojnë këta njerëz? Te neve janë diplomuar 14. Ama Treqereku sot janë në përpunë. Po sigurisht. Eran Soilin e kam pas në kurs, që është aktor ke Portokallia. Devi Mukun një kurs poshmeje. Apo Ledio Topallin, regjisorin e Çanit, e kam pasur unë në kurs. Pra jemi një brez që secili ka marrë drejtimet e veta dhe është bërë dikushi. Kurse tani është shumë e vështirë. Prandaj unë s'kam dashur t'ja ushqej fëmijëve të mi. Që secili më mirë të ndjekë atë rrugën e tij pa imponim. Rrugën e vet po, sigurisht pa imponim fare. Kuptoj. Ishte shumë kënaqësi që të kisha si të ftuar sot. Edhe për mua, ju falenderoj shumë. Dhe shumë suksese. Shumë faleminderit edhe të mirëpresim përsëri. Me shumë kënaqësi dhe dëshirë sa herë të keni dëshirë dhe juve të më ftoni. Faleminderit. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.